Pas rreth një muaji, Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë dalë këtë të hënë me një vendim që në fakt nuk ka rrëzuar vendimin e Kolegjeve të Bashkuara të vitit 2011. Pra, të hënën e 4 majit, pritej që gjykata ose të ndryshonte vendimin e vitit 2011 ose të miratonte vendimin e ndërmjetëm të Sadushit, por në fakt nuk ndodhi kjo. Kolegjet e Bashkuara lanë në fuqi vendimin për të ndjekur praktikën e vendosur në vitin 2011 dhe për të mos ja lënë baltën në fytyrë Sokol Sadushit apo turpin ndërhyrjes së tij të dhunshme për të marrë një vendim të ndërmjetëm, ndërkohë që pas 12-14 orësh, Kolegji Penal do të jepte një vendim në lidhje me çështjen e Bektash Zenelit. Këtë të hënë, Kolegjet e Bashkuara kanë dalë me një vendim të qartë, duke lënë në fuqi vendimin e unifikuar të vitit 2011 dhe duke bërë disa arnime të vogla, thjesht dhe vetëm për t'i shpëtuar fytyrën Sadushit. Për të thënë më shkurt, në finale sipas këtij vendimi, prokurori do duhet të shtojë 2 paragraf më shumë në letër dhe kjo më pas të zbardhet dhe nga gjykata në vendimin që jep për masën e sigurisë. Nga vendimi i ndërmjetëm i Sadushit, kemi thjesht dhe vetëm një humbje, që është justifikuar me disa arnime. Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë vendosur të mos rrëzojnë vendimin e vitit 2011, duke e lënë atë në fuqi si praktik të plot, thjesht dhe vetëm me disa arna për Partizan Sadushin, kandidatin e mundshëm për president të socialistëve, njeriu i cili pa vetting ka shkuar në krye të Gjykatës së Lartë.